Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të flasim për një bimë që shumë prej jush e hasin në natyrë, kryesisht në për shkëmbinj të qarë, në për maja kepash, në për rrëza muresh, ose aty ku gëlqerja, si të thuash, është kthyer jo më si një material ngjitës për muret, po si një material ushqyes për bimët. Dhe kjo bimë është trumza, le ta themi, e egër. Ose, po të bëjmë një krahasim me trumzën, kjo i ka gjethet shumë të vogla, i ka lulet të bardha tamam si trumza deri në një ngjyrë bojqielli të lehtë. Emërtimi i saj në shqip, Bishtmiu julian. Emri latinisht i saj, Micromeria juliana. Bima e vogël që na sjell në gotën e çajit aromën e malit. Në shqip njihet ndryshe si trumzë e egër, si drok ose bishtmiu. Zhvillohet, rritet aty ku shkëmbi qahet pak, aty ku ka pak dhe bie pak shi dhe shumë dritë. Kaq i duhet bimës që kjo të shpalos me të vërtet vetitë e saj dhe bishtmiu julian të zhvillojë jetën e mbushur plot e përplot me parfum dhe mikroelemente. Është një bimë e familjes Lamiaceae, pra në familje me nenexhikun, me trumzën, po në këtë familje është dhe kjo, gjinia është Micromeria juliana. Kur e soditim në lulëzim, kjo bimë, kaq e imët, të kujton se forca nuk matet me madhështi, me përmasa, por me atë që qenia, që bima është në gjendje të japë. Dhe të gjitha këto mikroelement, kjo bimë i mbledh, si thuash, ose fatin e saj e lidh me atë pak dhe në për plasaritjet e shkëmbenjve. Gjatësia e saj nuk shkon më tepër se 25-30 cm, pra ja le ta shikojmë këtë, që ne kemi pjellë pothuajse. Është një bimë barishtore shumë vjeçare dhe nëse do të shikojmë gjethet drejt bazës poshtë, ato janë me të vërtet tamam si gjethet e trumzës, gati të gjata 3, ndoshta 4, 5 deri në 8 cm gjatësi, ndërsa gjerësia e tyre është shumë e vogël, mund të shkojë 1 deri në 1.2 cm në bazën e saj, ndërsa sipër ajo mund të na shkojë 2-3 mm gjatësi dhe gjerësia 1-2 mm. Nëse do të marrim këtë bimë dhe ta distilojmë, do të marrim afërsisht 2% vajra esenciale, që do të thotë në 100 kilogram bimë nxiren maksimalja deri në 2 kg vaj esencial. Nga analiza e kryer në gaz kromatograf dhe në spektrofotometër, aty identifikohen 60 deri në 64 komponime kimike, kryesisht monoterpenet dhe seskuiterpenet, ku përfshihen alfa-pinene, beta-pinene që ndodhen si thuash tek pisha, bredhi, rozmarina, limonene, linalol, borneol, të cilat ndodheshin që ne i kemi hasur tek limoni, borneoli, beta-kariofilen, që është një ndër komponentët më të rëndësishëm tek kjo bimë. Pra, beta-kariofileni, që unë e përmenda më sipër, që luhatet në një përqindje, në gjithë përqindjen e vajit esencial, gati 12 deri në 15%, është ai përbërës i cili ndikon në largimin e radikaleve të lira nga organizmi dhe njëkohësisht është një përbërës antikancerogen. Përbërjet të tjera, fenolike, karbakroli që ndodhet, timoli karbakroli që ndodhet edhe tek trumza, edhe tek bishtmiu julianit, ose le të themi trumza e egër ose trumza e julianit, pra timoli, karbakroli, eugenoli, acidi rozmarinik, acidi klorogjenik dhe kafeik janë ndër më të qëndrueshmit në vajin esencial të kësaj bime. Njëkohësisht, tek flavonoidet le të veçohen apigenina, luteolina, rutina dhe glyceroli. Pra, po t'i shikojmë këto fitokimikate që ndodhen tek flavonoidet, që janë në një përqindje të konsiderueshme, gati 12% në gjithë përbërjen e atij vajit esencial, kësaj bime e japin me të vërtet cilësi dhe atribute ndihmuese shumë të rëndësishme në shëndetin e njeriut. Përbërjet më me rëndësi janë komponentët kryesor bioaktiv, apigenina, luteolina, acidi rozmarinik, që është edhe kundra këtyre inflamacioneve, acidi klorogjenik, këto alfa-pinenet, beta-pinenet, linaloli, borneoli,
timoli, beta-kariofileni, që unë përsëri e përmenda edhe më sipër, që kanë veprim sa antioksidant, aq edhe anti-inflamator. Aktiviteti antioksidant i Micromeria juliana ka lidhje me polifenolet dhe acidet fenolike që ndodhen në brendësi të këtyre luleve dhe gjeteve, flavonoideve dhe tanineve, substancave rrudhëse të cilat kanë aftësinë të neutralizojnë radikalet e lira, po aq të ndihmojnë organizmin edhe ndaj sëmundjeve të ndryshme kronike, njëkohësisht për të frenuar plakjen, pranisë së acidit stearik dhe inflamacionit.